Vijojnë ndërgjesat publike në kuadër të hartimit të projekt buxhetit të vitit 2026 të Bashkisë SMAT. Ndalesa e radhës e drejtuesve të Bashkisë SMAT ishte me banorët e njësisë administrative bazë. Në këtë takim, kryetari në detyrë i Bashkisë SMAT Myslim Zeneli tha se prioritet në vitin e ardhshëm mbetet asfaltimi i rrugëve të fshatrave, gjë për të cilën njësia bazë ka shumë nevojë. Po ashtu Zeneli u shpreh se do të investohet në basenin e rezervuarit të bazit, i cili është një nga veprat më kryesore të sistemit vaditës në këtë zonë. Të pranishëm në këtë dëgjesë publike të projekt buxhetit ishin edhe kryetari zgjedhur i Bashkisë SMAT Altin Bojni e deputeti Agron Malaj. Njësia vendore bazë për Bashkinë SMAT me një rëndësi të veçantë për numrin e popullsisë që ka, ne nga shton detyrimin që të përkushtohemi fort lidhur me zhvillimin e infrastrukturës së zonës. Në objektivat që ne kemi në radhë, çmojmë fort që në infrastrukturë duhet të hyjmë dhe mjaft më me rrugë zhavori, në të gjitha segmentet e lagjeve, në të gjitha segmentet e rrugëve të pa asfaltuara, duhet të mos të bëjmë asfalt. Dhe ky është një objektiv serioz që ne do ta respektojmë fort gjatë vitit 2026. Fokusi përsohet me të fush bazi, me të rruga e Kishës, me të rruga që kemi në rreth dhe përfundimisht ne me Kryesinë vendore dua që të vim çdo kohë, pavarësisht se është ditë e mirë apo të keqe. Për këtë do të vendosemi shumë fort për ta arrijmë. Problem në vazhdimsi do të mendojmë dhe për vaditjen. Do të vendosur seriozisht në rezervuar dhe në gjithë veprën e vaditjes që i takon atij në mënyrë që të stabilizohet dhe vaditja. Në dëgjesën publike me banorët e lagjes Pjetrobudit të qytetit të Burelit, kryetari në detyrë i Bashkisë SMAT Myslim Zeneli e vuri theksin tek investimi në godinat arsimore, siç është rikonstruksioni i shkollës nënvjeçare Ilja Qiqi, por edhe në vijimin e projektit për veshjen me sistemin kapot të pallateve. Gjithashtu ai tha se do të vijojë shtrimi me pllakë i hapësirave ku ende nuk është bërë mundur një gjë e tillë. Pra si sekond Bashkia SMAT lidhur ka pushuar tempin e punës, lidhur me përgatitjet për projekt buxhetit në fokusin e të cilit do të jetë pasi më dyshe shërbimet publike, të cilat në veçanti, me qenë se jemi në këtë ambient, kemi gjithë shpresat, kemi zhvilluar gjithë projektet që të shkollë të rinovojmë totalisht për të bërë një objekt social, kulturor, që të shërbejë edukimit, mësimdhënies dhe pse jo të ardhmes. Së dyti, ne do të vazhdojmë të kompletojmë gjithë infrastrukturën në mobilimin urban që lidhet me shtrime me pllaka aty ku mungon sot, normalizimin e ureve të bardhë të zeza që plagë të cilën ne kemi të shëmëtoj edhe di mirë. Kemi projekte të qarta, bazën materiale e kemi thujse të garantuar, tani më pasi fondi zhvillimit është përgjigj pozitivisht dhe ne kemi mundësitë, pra jemi të sigurt që do ja dalim dhe kësaj lagje do të çojmë në normalitet. Sigurisht nuk përfundon kjo problemi, ne do të vazhdojmë të punojmë fort edhe për fasadat, të cilat i kemi në projekt zhvillimor afatgjat, për momentin rreth 8 pallate janë në projekt për të rinovuar totalisht me ato që quhet, që e keni parë, e keni prekur, dhe besoj që është një arritje sociale shumë e rëndësishme për familjen, duke rritur edhe çmimin për metër katror të sipërfaqeve në administrativ. Në dëgjesat e zhvilluara në kuadër të hartimit të projekt buxhetit është prezantuar edhe paketa fiskale që sipas drejtuesve të Bashkisë SMAT nuk ka asnjë ndryshim nga ajo e këtij viti.